Përshëndetje të nderuar djegës të mi, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku. Ka marrë shumë mesazhe, faleminderit shumë që më besoni kaq shumë, më sill një fotografi që Egli sonte do të tregon diçka. Në fakt unë kam thënë në një video të mëhershme që Gjesti do t'jetë sonte ose live në Instagramin e tij, po besoj që do t'jenë live, sepse nga informacione që unë i mora të sigurta, Egli ndodhet në Kosovë, nuk është në Shqipëri. Egli ndodhet në Kosovë, është në Prishtinë, po përgatitën këngën me Fifin dhe është në studion, le të themi, të njëjtë me Gjestin. Egli sonte do t'jetë live, ndoshta do të tregoj për këngën që po bie me Fifin, por ndoshta edhe për të shtuar pak kureshtjen për marrëdhënien me Gjestin. Disa hamendësojnë që ndoshta Gjesti sonte do të festoj ditëlindjen me Eglin, nuk ma merr mendja, po ndoshta do të kenë të dy një live për të falenderuar publikun për dashurinë, për respektin, për gjithë atë mrekulli shpirtërore që publiku i dha Gjestit edhe Eglit për muaj të tërë. Besoj që kjo do t'jetë arsyeja pse Gjesti dhe Egli do t'jenë live. Me patjetër që Egli do të flet për karrierën e saj, me patjetër që do të kenë një komunikim me ndjekësit, domethënë është konfirmuar vetë nga ana e Eglit që Egli do t'jetë sonte do të flet, domethënë nuk e ka thënë a do t'jetë në Instagram, nuk e ka thënë a do t'jetë në ndonjë media, po derisa nuk ka reklam nëpër media, dhe reklama është bërë publike në Instagram, besojmë që do t'jetë në Instagramin e saj, njëkohësisht ndoshta edhe Gjesti që mund të bëjnë një kyçje të dy për të komunikuar dhe për të biseduar me ndjekësit. Jam shumë i bindur që do t'jetë një rekord shikueshmërie, shqiptarët do të kenë fatin për herë të parë pas daljes nga Big Brotheri të kenë një komunikim personalisht me çiftin. Nuk ma merr mendja që do të kenë mundësinë t'i lexojnë të gjitha komentet sepse do t'jetë një vrull komentesh. Disa mendojnë që Egli do të nxjerrën këngën, por nuk do nxjerrën këngën tani, derisa është pyetja çka, pse, ku, domethënë do të flitet për jetën e tyre, për marrëdhënien e tyre, për dashurinë e tyre dhe do të kuptojmë që ato të dy do të jenë bashkë. Nuk ma merr mendja që çifti nuk do të jetë bashkë, Egli duket shumë e lumtur, duket shumë happy, bile se kishte nxjerr fotografinë edhe me kokën e lartë, domethënë me peshkiri në kokë, që nuk kuptonte që Egli ndihet si në shtëpinë e vet. Egli ishte në makinë te Fifi, domethënë nuk ishte në makinën e saj. Me patjetër që do të na tregon sonte për projekte që do t'i sjellën, do na tregon për këngën që ka bërë me Fifin dhe për këngët e tjera që Fifi në fakt është duke ja bërë Eglit, dhe besojmë që me të do t'jetë edhe Gjesti. Në fillim unë e solla që do t'jetë edhe Gjesti, sepse më erdhi si informacion, mu duk pak e pabesueshme, por rezultoi që t'jetë e vërtet. Dhe sonte do ta ndjekim Eglin live, nuk është se kanë caktuar ndonjë orar, po besoj që do t'jetë live nga ora 20, 22, zakonisht nga ndonjë studio. Mendoj që do t'jetë nga studio, ku ndoshta aty do t'jetë edhe Gjesti për të parë që do t'jetë çifti bashkë. Ndoshta sonte do të regjistrojnë edhe zërin e tyre të këngës së tyre, për faktin sepse ne dim shumë bukur që Gjesti dhe Egli do sjellin këngë. Kemi shumë gjëra për të parë sonte, ky është vetëm paralajmërimi që sonte do të ndodhen hataja. Ne do takohemi sërish së bashku, jepni mendimin tuaj se çfarë mund të ndodhen sonte me Eglin edhe me Gjestin.